Përshëndetje, pacha e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miqa në mban botës kudo që jeni, mirë se na keni ardhur në programin ton edukativo-kulturor, Shkolla e Diturive Kuranore. Ju përshëndesim me përshëndetjen më të bukur islame. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Po pra të dashur miq, kjo është libri im i 5 i radhës i shtypur, është libri në për konferenca ndërkombëtare. Ky libër ka tematika shumë interesante, praktike për jetën tonë, për edukimin e familjes, për kuptimin më të mirë të problemeve në shoqëri, si dhe për personazhet më të njohtura në Kur'an, të cilët janë ehli bejti. Ka tematika shumë interesante për Kur'anin dhe ehli bejtit. Bazat kuranore për etikën individuale dhe shoqërore. Rastisht e hapa, gjithashtu kemi edhe si është pjesëmarrja e muslimanëve si të jenë më aktiv në shoqëri. Vlerat dhe kuptimi i Qerbelas është një libër që me të vërtet ja vlen, mirë po pakoja e këtij librit me 7 libra tjerë kushton 20 euro dhe nëpër Kosovë e keni gratis postën nga unë, të paguar ndërkaq në Maqedoni dhe në Shqipëri është plus 5 euro që ju i jepni për këtë paket të librave. Libri përndryshe është sjell begati në shtëpitë e juaja. Ndoshta ju s'keni me pas kohë me i lexu të gjitha librat, por më besoni, nëse fëmiu juaj apo nipi e stërnipi e marrin këtë libër tuaj, thotë ta shikoj çka ka lexu gjyshi im, ta dini që ju që e keni dhënë atë para për ta blerë një libër, do ta keni sadakatu gjarje, i thojnë një sadaka, një vepër bamirësie e përjetshme. Sa herë që e lexon fëmiu juaj ose ju një faqe që e lexoni, ju keni bë vepër adhurimi. Prandaj ju keni bërë vepër adhurimi. Prandaj Zoti në Kur'an për herë të parë që ka përmend kontaktin e vet me profetin Muhammed, ka qenë ikre, lexo, nuk ka thënë Zoti ngrituni, falni namaz, shkoni në haxh, bëni këtë, bëni ata, agjëroni, mirë po fjala e parë ka qenë ikre. Lexo pra, lexoni në emër të Zotit, sepse vetë leximi i librit është adhurim, është vepër adhurimi, apo në terminologjinë islame, siç i themi, ibadet. Prandaj edhe një herë të dashur miq, bëjani tap, edhe bëni sevap. Veç kujdes po mi theni syzat, se i kom nga Simoni, Optika Simoni, një dyqan përballë Universitetit të Prishtinës, syze fantastike. Dhe ju që shkoni në emër te, thoni që unë e kam bërë reklamën, e keni 10% më lirë. Prandaj, Optika Simoni të katedralja përballë Universitetit të Prishtinës. Pra, aty shkoni, keni syza fantastike, të mira, të bukura, të gjitha llojet. Gjithashtu e keni edhe në Albi Mall, edhe në Prishtina Mall, edhe në rrugën B. Bravo Vjollca, faleminderit edhe ty, hësë e bara. E kështu pra, Nikola, pse je kaq i hidhëruar me neve? Pse na ke dërgu këto figura të djallit? Po na s'jemi të tillë. Na jemi me abdes, jemi si engjëllesha. Okej, të nderuar miq, veç po kalon koha, ne biseduam, u kënaqëm, Vjollca të lutem lajmëroju për këtë përgjigjen që e ke dhënë. Pra, një gjë Zoti nuk e ka e na e kemi, ajo është lutja, sepse Zoti s'ka kujt t'i lutet.
sepse ai vetë është, prandaj vetë është i ka të gjitha. Prandaj ai na thot, lutmuni bre, lutmuni. Udu jestejib lekum, më thirrni mua, unë jam aty. Pra, ky verseti kuranor lidhet me lutjen. Lutja, aq i mëshirshëm është Zoti i lartësuar, sa që thot, unë thot, çdo kujt do t'ja pranoj lutjen. Dikujt do t'ja pranoj me të parën. Dikujt do t'i them, prit se nuk është koha për ty. Dhe tjetrit do t'i them, prit se kjo lutja nuk është për ty, por do t'a jap një të mirë tjetër, do t'a bëj mendjen tënde që të lutet për diçka tjetër ma të mirë, sepse Zoti në Kuran thot, ndonjëherë robët e mi kërkojnë atë që është e dëmshme për ta. E dëmshme për ta. Prandaj ne nuk dim çka është e mirë. Prandaj gjithmonë luteni Zotin, gjithmonë jeni me Zotin. Duke ngrënë, kur ngriteni në mëngjes, ngrituni me Zotin, shikojeni qiellin në dritare, hapeni dritaren, merrni ajrin që ja ka fal Zoti, pa pare, pa kurrë. Merrni ajrin, shikojeni qiellin dhe thoni, o Allah, faleminderit prej teje që edhe sot po e shoh këtë qiell, këtë dritë, po e shijoj këtë ditë. Dhe në mbrëmje, kur bim për të fjetur, e përtërim besimin tanë. Ne kemi thonë një herë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Besoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, dhe besoj se Muhamedi është i dërguar i Allahut. Këtë themi edhe thretë Hoxha muezini në minare, 5 herë në ditë, po shpeshherë ne nuk jemi të prirë t'i drejtohemi Zotit 5 herë në ditë, të bim në sejdë 5 herë në ditë, por së paku ta respektojmë, ta përtrim besimin tonë me ezanin e minarës, sepse në atë vend derisa minaret buqesin me emrata, ndihet zoni, derisa zoni i ndëgjohet në minaret e ati vendit, deri atëherë Islam ka me pas. Prandaj ishte një prift në Palestinë, në Beklehem, aty ku ka lind Isau, alayhis salam, paqja qoftë mbi ta, Jezu Krishti, paqja qoftë mbi ta dhe nënën Maria. Pra, a I tha kështu, se ja kishin rëzu edhe atyre të krishterve kishën. Tash dëgjova edhe sinagogën e pas kanë rëzu, mirë po kjo është në Iran ishte. Dhe çka tha ky prifti, tha, ne krishterët dhe muslimant, aq bukur, aq mirë jetojmë në Palestinë, jemi të bashkuar, nuk kemi probleme sa I përket fesë, sa që edhe nëse nuk mbetet asnjë minare në Palestinë, tha edhe nëse nuk mbetet asnjë musliman në Palestinë, ne tha do ta thrasim ezanin nga kullat e kishave tona. Prandaj të nderuar miq, në një vend derisa ka ezane në minare, deri atëherë ka Islam. Prandaj nëse ju në mbrëmje bini me flet duke scrollit telefonin dhe duke scrollit telefonin dhe nuk ktheheni, nuk e përtrini besimin tuaj, që para gjumit duhet me përtri besimin se nuk e dina kime ngrit ditën e nesërme, atëherë, kaloni ju lutëm knena, atëherë kur bim me flet, na nuk e di ma kemi me ardh, a kemi me arrit mu ngrit nga I gjumi, sepse gjumi I thonë edhe me shkencën e mjekësisë, thonë që është 90% që si vdekje, sepse shpirti shkon në vendin ku rrin shpirtat dhe në mëngjes kthehet prap në trupin tënd, prandaj duhet fëmijën kur ta ngrit nga gjumi,
duhet të mja thirr shpirtin e ti me emrin e ti. E jo me njëherë mi folë se fëmija utohet edhe i madhe madje, po ja përmend emrin e ti, e prek nga dal dhe shpirti prapi kthehet në trupin e ti. Prandaj, gjatë ditës na e zbehim besimin ton. Ndoshta e dëgjojmë ezanin, por nuk kemi kujdes, as një shahadet nuk e thirim. Por kur hym në dyshek në mbrëmje, mos bini me flet, por rrini spaku në dyshek, kështu, para Zotit, rrini pra me respekt para Zotit dhe lexojeni surën Bismillahirrahmanirrahim 3 herë. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Që do me thonë, thuaj, Allahu është një, o Zot, po kujt po i thot Zoti, Allahu është një. Unë e kam thonë, la ilaha illallah, po, Iqbale, ti e ke thonë, mirë po gjatë ditës ke bo vepra të cilat ta kanë zbeh besimin tanë. Prandaj Zoti thot, thuaj, kul, huvallahu ahad, Allahu është një, i vetmi, Allahu samet, Allahu është mbështetja ime. Nuk më duhet mu as shefi, as baba, as vllau, as burri, as gruaja, as kërkush nuk më duhet të jetë mbështetja ime, sepse mbështetja ime është më e madhe, është Allahu. Vetëm me ta e bëj miqësinë, lidhjen e fortë, dhe Allahu bën mrekulli në nevojat dhe dëshirat e mia. Lam yalid wa lam yulad, nuk ka lindur kë, ajde ju lutem tap, të i thirasim edhe të tjerët, nuk ju kushton. Nuk ka lindur kë dhe nuk është i lindur. Wa lam yulad, as nuk është atë, as nuk është biri i atit. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dhe ati, si ai nuk përngjan askujt, nuk ka djalë, nuk ka fëmijë, nuk ka vajzë. Baba i përngjan djalit, no. Ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Dhe ati askush nuk i përngjan. Ai është i vetmi. Ajde të nëna jote. Prandaj të nderuar miq, keni kujdes, pra për të rrijeni besimin tuaj çdo natë duke lexu Kul huvallahu ahad, Allahu samad, surën Ihlas. Dhe pastaj edhe nëse je mësu me scrollit telefonin, me bo kontroll telefonin, s'ka problem. Mirëpo, një herë kur të hinë dyshek, thuaje Kul huvallahun 3 herë dhe qitja gjumit, apo scrollit ban qa dush. Një rast shumë interesant që e kom shpëtu, jo veç një familje, po veç këtë rastin pju të rëgoj, është kur një grue 37 vjeqare, kati 40, ajo i ka pas 3 fëmijë, ma i vogli ka qenë 10 vjetë, tjerët ma të mdhej, në adoleshent, në kohë shumë kohë delikate për fëmijët, sidomos adoleshentët. Edhe baba nona kur kanë problem, ajo ma bëhet zi e ma zi për fëmin, edhe erdhë në zyret e unë, tha, Zoja Iqbale, tha që kom një problem shumë të madh. Hajde, thash, inshallah Allahi na zgjedh këtë problem. Jo, Allahi, po une qështu e po qështu, aje i shkon me shami, si me mbules, Zoj, tamam? Edhe mirë po kishte problemet e veta të fëmiris, problemet si të them, asaj mentalitetit patriarkal, që shkan me thonë shoqet, që ka me thonë daja, tezja, halla, e nuk e këshyrë ke problemin e vetë, sa i shikonte se që kanë me thonë tjerët. A problemi i zgjedhjes për të tjerët me fol mirë, ishte të ajo. E tha, po qka ka bo, tha, kom kuptur, tha që burri po, e ka dhe një femër tjetër, tha.
Ajo I tha pak më ndryshe, dashnore, e tjera. Aleikum selam, zotri. Dhe thash, po sa I ki fëmijë që kaq, po ti çka po mendon? Tha, tha, unë s'mundi me duru me pasaj dashnore, tha, tulli çfarë femra, sende, okej. Thash, po ti çka? Tha, unë kam munda, fëmijët kom I marrë. Aha, e fëmijët ku kemi marrë? E t'ja pagun, Qiranet ma pagun fëmijëve, sende, aha, tamam. Thash, po çka? Thash, nëse buri nuk mundet me pagu kur gja, thash. Sa I ki këtë banesën, ta 2 dhoma I kom. Okej, thash, mja qitë që aty një more me improvizu, thash, një banjo, një sen. Jo, s'ka ku qysh mundësia, I ka pare, I mu kështu. Okej, zoj, thash, apo donë, thash, ti me u bashku me ta dhe I me të kërku falje, apo donë munda? Jo, tha që kjo e para ma e mirë. Aha, atër, thash, dëgjo mu qka ki me bati. Une jam hoxhanesh, jam edhe psikologe, konsultante, po jam edhe hoxhanesh. Edhe thash, ti thash ki me shku, a ki vjehër? Po, tha, jetojmë me vjerën. Shumë bukur. Thash, ti ki me shku, edhe kimi thonë, asaj vjehrës, vjehra jeme, po më vjen keq, por djali jot është ka bon kurvëri. E Zotin në Kuran, sa ajo ish haxhike. Në Zotin në Kuran thot, martoni të ndershmit me të ndershmit, lavirin me lavirën. E tha, une e ku marë burin tënd për djalin tënd për të ndershëm, edhe mu nuk më lejohet ma shumë me net me ta. Masi kypi merë punët e mbrapshta. Dhe tha, fëmit janë t'jujit, une që shëmsovë. Thash, fëmit jepja vjehrës e t'i këshyrë të 3 fëmit, ma I vogli jo 10, po ma I vogli ka qenë duket 7 se kam disa raste. Edhe ti thash me Islam, ki të drejt kur të duash mi marë fëmit, nga 1 javë, nga 2 javë, nga 1 vjet, në qësë është ma I vogli, e tjera, mirë po, fëmija du të me nejt nër kulmin e babës. Tha, po qysh une për fëmijët jetën e japë. Jo, thash, ti shko edhe ta hekim që ta, shko thoja nanës të ndaj që ato fjallë. Se unë jam nana I dikujt. Pra, thash, ti shko thoj burit të ndë, okej, buri jenë, masi po dhe ti ke vendos kështu, mos me kërku falje, mos mund dal nga kjo punë, unë e thoj ti që edhe unë po vendosi munda për ti, por fëmijët janë të tutë. Kështu pra, këtë mënyrë. Fëmijët kanë me nejtë të shtëpia jote, sepse unë du mu martu, o zotni. Tash dul problemi ma I madhë, sa I mendoj se hajtë kjo, I merë fëmijët që ato ma të voglit, veçlit I rritë, aje bjerë gruën tjetër, e tjera. Kur ka shku të ky personit, gruja I thot burit, qështu, pe vendosim, masi ti s'po kupton, s'po nalesh në këtë punë të amoralitetit, atëheraj, kur ka shku me volë me atë dashurën që donë me prish familje, a I thot, jo, mërë, thot, unë e fëmijët e tu kam e t'i këshyrë, qëfar ti, unë e ty po du, nuk ti du, unë e fëmijët e tu. Mandej kur e kanë po e sapin femra si ajo, si kjo, po me këtë parën, normal I ka prish muhabetet. Qka si ka thonë, qka si ka bo, normal që gruja kur ofendohet, kur rrihet, kur tradhtohet, ajo më nuk ka dashni për atë burë. Ajo është e kotë. Ajo mundet vetëm me jetu me atë burë, po dashni më nuk ka për atë burë. Në momentin kur e ke ngrejt dorën për me rrih atë gruë. E shu që ju ka zbezot njës dëshnia me këtë gruën që ja ka bo 3 fëmijë, ka dasht me përthëri dashnin me një grue tjetër, por ja që ajo gruja tjetër I tha, jo valla, unë e tha, nuk mundi me t'i këqyrë fëmijët e tu. Po tha, kjo gruja jeme, po do në mu martu. Po qështu e thot Islami. Islami e thot, fëmijët do të me nejt nën kulmin e babës, jo të nanës, sepse të shqiptarët është nder
edhe është morali madh edhe sevapi madh nëse e merr një grua dve e cilës i ka vdek burri, edhe ai kujdeset për jetimet, ja këshyr edhe jeton jetën me atë gruan. A nuk është të shqiptar tradit, tu e pas babën gjallë me arrujt fëmit e gruas. Sepse plus, ku ta din ti çfar pedofili është ai burri i nonës? Prandaj edhe bohen vrasjet. Unë dëgjova që në Austri, pas ka vra burri ish gruan e tij, do më thonë veç kanë qenë të shkurërzu. Shiko, shkurërzimet kur po bohen, ato po bohen shumë lehtë qofse nuk kanë fëmijë. Por nëse kanë fëmijë, shkurërzimet po janë pak të vështira, po vinë edhe te fataliteti, te vrasja, te mbytja. Dhe 95%, 99% i tyre nuk vritën për shkak dashnisë që kanë ndaj gruas apo ish gruas, po për shkak se gratë po i marrin fëmijët po i bëjnë si plaçk robrije, pi robrojnë burrat me dashurinë. Ato pi marrin fëmijët, me se milon të kulmi i babës vet, pi marrin fëmijët, mande ato të moralshmet ngratat po plakën pa u martu, po krijojnë lloj-lloj smundje hormonale, ku ta di unë, të shëndetit, se normal është nevojë biologjike me pas një burr. Edhe kështu pra, edhe mandej, ose janë disa pi marrin fëmijët edhe s'po mundin besa me rujt moralin, ose po dojnë mu martu me tu i pas burrin, po dojnë mu martu e ish burri po thot ku po mi merr vajzat, ku me dit çfarë pedofil burre ki, çfarë manjak seksuale ki, ku me dit çka mi bën vajzave të mia, a nana s'po don mu nda, prej fëmijëve, e tjera. Duhet me vet privat, zonja Iqbale, kur të kish life and respect. Okej, kur ta kry rafi, user, shkryje këtë numrin, mere një laps, 044 509 200. Kjo është numri zyrtari imi, zyrës time, prej 9-ve deri në 6 masdite. Mundesh me shkrujt edhe ma heret, por nuk e hapi, mos e qelni, mos e cingroni, sepse nuk i hapi, se kam shumë thirrje, mase 30-40 ditë, unë s'mundi mi hap të gjitha, por shkruni ose flisni me mikrofon. Me mikrofon e pastaj unë kur kam kohë, ju shkruaj edhe him bised, edhe flasim privat. Por jo për çështje private me hum kohë, personale, po për probleme që keni. Ndërka që për fansat e mia, çdo të premte, këtu në Prishtinë, në lagjen Veternik, te restoran Mamasi, çdo të premte prej orës 11 deri në orën 6-7, mundeni me ardhë, me ullë, me bisedu, me ja dhënë ndonjë libër. Unë ju qarosi kafe, ju paguni. Pra për fansat e mia, përshëndetje Petrit. Mirë po, nëse jeni mashkull, pa tjetër du të me marrë, ose nanën, motrën, gruën, ose bijen e juj, ose ndonjë shoqe që e keni. Nëse nuk keni as nana, as qik, as bi, doni vetë, nuk mundem, por unë e marrë burrin tem, Luanin, sepse feja ime islame nuk ma lejon me dalë me njerëzit që nuk i njoh, përveç ose kam naj projekt apo naj seans psikologjike, pasi që e kam njoh. Ndërka që se jeni femër, nuk ka problem, mundemi me dalë me nejt ka një orë, me pi kafe, me bo muhabet, me bisedu, çdo të premte prej orës 11 deri në orën 6 pas dite e lajmë terminin këtu në Prishtinë, Veternik, apo edhe në qytet dalim, nuk ka problem, e lajmë një takim.
A për këshilla psikologjike mund të kontaktoni pra në 044 509 200. Librat i kom qëto që kjo pjesa është letërsi, shqipe, se i kom 2 diplomime në fakultetin. Këto tjerat i kom sociologji, psikologji, histori, hadithe, tefsire, edhe këto tjerat janë për fe, komplet qëto 2-3 rafte, qëto 3 jetë. Aleikum selam Nikola Gjini, nërse na erdhe. Okej, kemi dikush të këshyrim kush Nikola Gjini. Okej, masi pas ka edhe mbi emre pranojmë. Përshëndetje vëlla Nikola. Si jeni? Përshëndetje. 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 Urime Pashkët, nëse jeni krishter. Jo, la unë s'jam asje, unë beqem në kom po që është të se jes jam. Më vete kjo, Hani, s'ka problem. S'ka problem. I kom folë, mama ti 5 voktet, po ta e kom lonë që shtët. Hani, s'ka der. E do shta me ta bo e pytje. Edhe pa 5 vakte, që se je njeri shumë i mirë, je besimtar, edhe beson Zotin, edhe aty je në rrugë Zotit. Po vaktet ka dal, i falë njerë 2, njerë 1. E që është, po i dhe marë. Alhamdulillah. Do shta me ta bo një pytje për çështjen e kaderit bre, për çështjen e caktimit, fatit. Caktimit, po, për çështjen e fatit. Fatit. Se që më konë ditë mira, po shkallëzojnë drejtë, se kom pos ditën e mirëset. A i shala... Ko gjagjat të komenu ty me një video më ka dollë të në TikTok që theshe adin fati është i virë në altë. A mund ma shpjegëm për fatin e njerit bre? Pak me mu argumentu se edhe pak mu ka hup mos për dhja koa, s'ka fata. A vetë njeri e kryon fatin, a pizot e fatja, ka hupun. është kada dhe kaderi, caktimi i Zotit që nuk lun, edhe caktimi i Zotit që mund të ndryshoj. Caktimi që nuk lun e ka caktu Zotit që Iqbalja me lind prej nonës Sherife, prej babës Rasim, baba jem, me lind në Prizren, e tjera. Zoti e ka caktu që pa pas temperatura 95 grad, 100 grad, uji nuk vlon. Do më thënë, së mund është me 20 grad Celsius me vlu uji. Zoti e ka caktu djeli me lind, ka lindja me përëndu, ka përëndimi. E tjera. To e në caktimet, Zoti e ka caktu ti mi pas në gjyrë zeza, në sytë, veshët, qështu, ftyrën, pamjen. Zoti nuk e ka caktu një femër me marrë me ndryshu pamjen e ftyrës me ato butoksa e tjere. Ato ja kalon fatit të asaj, të mirë apo të keqë, sepse fatin na e kërkojnë. Na për shembull, fati është i caktuar prej Zotit. Fati, sidomos fati jetës, me kanë ki mu martu, fëmi sa ki me pas, këto krejt janë caktume prej Zotit. Por, ato Zoti i lën të varura, sepse, nëse une jam i ndikum prej shoqënis, prej rrethit ku po jetoj, nuk kanë qef mu martu, janë femrat ndryshe mendojnë, sen, do me thënë për ty, mundet me qenë një lloj sprove, sepse fatin tënd nuk po mundesh me gjetë. Nëse është fati për fejesa, po për dyqan, ose për risk, ose për... Ajtë pezojna për fejese edhe për thmi. Për fejese edhe për fmi. është i varrër, lartë. Po, Qysh me zbrit. A kur do zotja qysh kjo shkën?
Fati është i varur edhe është i caktuar edhe ti hiç s'bën mu mërzit. Por ti mundesh vetëm me shpejtu, edhe mundesh me lënë ma vonë. Për shembull, një rast e kum pas. Një shoqe e jemja 16 vjeçare. Ai djali 18-20 vjeçar. U pa dashuru shumë keq në atë shoqen teme. Dhe une një ditë e mora Kuranin edhe po shkoj në xhami. Edhe ajo më tha, ku po shkon me Iqbal, thash, hajde edhe ti, thash, ajo nonën e ka pas me miniq, me minifund. Edhe ka pas moderne, esent. Une isha sa pa ta hin shami. Thash, hajde edhe ti këqyre, s'është pa tjetër me ashtë do ditë. Kur erdha ajo aty, në xhami, kur dul prej xhamis, ajo tha, bjebe, tha ta provoj edhe unë shpo më rrinë shamia. Veç me provu. Ai djali që ka qeni dashurum në këtë vajzën, ai djali tepër ka qenë kundër Kuranit. Hiç se ka dash të fin. Po, ka qenë problematik, ka qenë rrugaç ma shkurti. Ka qenë hajnë, po kjo qika tepër e bukur, edhe kjo e dojke, edhe ai u tranojke masaj. Por kjo nuk dojke me vendos as nona, as baba, as vetë. Dhe ky djali, kur e ka pa këtë qikën, ti po shkon në xhami, a e vajza e komunistit në atë kohë. Sa ti po shkon në xhami, prej aty a i djali ma u largu. A kjo qika e kishte problem qysh me largu. I njëjti djali, është martu, ka bo fëmijë, me tjetër kënd, 3-4 herë në për burgje në për send, trupin me apa krejt thika, krejt sende e ka. Do me thonë, që janë 5 sende që ta ndryshojnë fatin. Që ose ta afrojnë, ose ta largojnë diçka të keqe për me të ardhë fatit e ti. Për shembull, që ose e ki nonën gjallë, ki me thonë nonës oj nonë, të lutëm, lutu për mu, Zoti me ma qu një fat mirë. Ose, pra lutja 5 sende, majni me një, lutja e nonës për fëmijët, babës për fëmijët. Lutja e fëmijëve për babën edhe nonën. Leximi i Kuranit, merre lexoje Kuranin në gjuhën shqipe, ose ndëgjoje e ke në YouTube, që për i inqizoj unë e çdo natë, çdo të marte. Iqbal e Uduti e kja aty. E merre lexon, vetëm leximi i Kuranit, që qështu, veç me marrë me lexu, kjo të rezaton dritë të Zotit. Dhe ty ka me ta ndryshu Zoti fatin tënd, ka me ta afru, ose ka me ta ndryshu fatin tënd, varësisht prej teje sa ti dëshiron me bë afirmimin për sëritjen e dëshires tënde. Pra, o Zot të lutëm, ma ndrysho fatin. E treta, e katërta, me dhënë sadaka, ose me bë nezër. Mi thonë Zotit, o Allah, unë po du me u feju, me gjithë fatin, me filonën. O Zot, që se është hajrë për mu, jo pa tjetër që ajo me qenë për ty. Po që se është hajrë për mu, o Zot, lutëm afroma, vetëm lidhu me Zotin. Mos ju anko as kujt, mos i kërko kërkujt vendim. Vetëm lidhu me Zotin, o Zot, lutëm qoma fatin. Dhe e bën nezër, premtim. Premtim e bën e kina i familja aty, ja motrës, ja qikagjës, dajes, fukara. I thu, o Zot, ma mundëso ti mu si vjetë une të martohëm, të rahatohëm, të agjoj fatin e duhur, une ka me dhënë nezër, për shembull, 500 euro. Se së mundesh ti 50 euro, po bare për një mujdit, një fukaras, ama nuk e jep ata. Nuk e jep, deri ditën kur ta she nusën tënde me duvak, apo je martu me ta, se ta s'po bajnë darsma. Pra, e bon sadaka, edhe çdo sadak që e jep, edhe 10 cent me dhanë, edhe 50 cent, e jep me nijetin, o Zot, më nimo për fatin tem. O Zot, unë po du me ju rujt haramit. Zonja Iqbale. Kemi ne. Dhe edhe pak, edhe e 5. Okej.
Pra, nezri është shumë e rëndësi, premtimi i Zotit. Ma gjën, ma ndej i jep ato, 500 euro shkon ja blen një shpareta, ja mush dy shporta me ushqim, e tjera, dhe e pesta, thot, vizita e të afërmve. Kjo e ndryshon situatën, e ndryshon gjendjen, se ti për shembull shkon i viziton të afërmit, Zoti thot, përmi njerëzit të cilët i shkëpusin lidhjet familjare, nuk fol me vllaun, nuk fol me motrën, me dajën, me tezën, Allahi kam i shkatru ato familje, ato shtëpi, edhe kam i mallku. Me personat me të cilën ti nuk flet, je i dhnu për hiç gjë, me motrën, me vllaun, me ata. Shkatrimi të pret. Prandaj, fati duhet mi pas që të 5 sende. Edhe njëherë. Leximi i Kuranit, gjuhën shqipe, me të ndriçu Zoti me fatin ton. Mu lut prindrit për fëmin, fëmia për prindrit, nëse ka nevojë, prindri është i smut për shembull, ose shëndet e tjera, sadakaja, në rastin tënd premtimi, nezri, edhe sadak japish 1 euro 50 cent, 10 euro ndaj fukara, shumë ta ndryshon situatën, por edhe i premton Zotit për nezër dhe e pesta vizita e të afërme. Keme pa që ka me të ndryshu shumë situata, por lajmëroju 044 509 200, nëse unë kam dikant që të përshtatë ty, se kam ja do vajza shumë të moralshme, të mira, që dojnë mu martu, po tash ajo është me fakultet, faleminderit, ajo është me 2 fakultete, por djali është me shkollë të mesme, nuk ka problem, po nëse është tamam burr që duhet, nuk ka problem. Po ka raste për shembull kur një fshatar po thot ma gjeni qik, po çfarë qik qytetit unë së ta gjaj? Ma mirë, ka të ndari. Jella mirë kiti. Me ka të ndari. Ka të ndari me ka të ndari. Qytetari nëse e merr ka të ndari është shumë okej. Ama ka të ndari nëse e merr qytetaren, gjithë ka me pas problem. Pasaniki me pasanike. Prap mashkulli pasanikin, që se merr ma fukara, ma të mesme, se vap është. Ama që se ti bezotnije i varfër nëse mesatar, mos shko te pasunikja se kur zbohësh rahat. Mandej, i moralshmi me të moralshmen. Nëse një mashkulli ka pas 7-8 qika, ku po shkon ti me lyp qikën e pa prekne. Po i karo pishman, pezon mi karo pishman. I karo pishman, po, ka raste që i karo pishman, por prap ma mirë është, ma se vap, është sepse aj mashkulli që ka pas shumë femra, aj gjithmon ka mi qitë probleme dhe asaj femrë, se gjithmon ka me mendu se gruja vetë është si ato femra tjera. Ose mashkulli që ka është vetë që ka është, më falë një shprehje, pa moralshëm. Më falë motër, po flasëm për njerëzi normal, që i kuptojnë senet, ju për ata të shiltit. Po. Ai mendon mashkulli që është i pa moralshëm, ai mendon se këtë mashkull tjerë janë pa moralshëm. Edhe kështu i qetë problem gjithmonë gruas. Prandaj, mas mirë është një djalë, i cili ka pas 7-8 qika në përdor, e të shkon e të pendohet Zotit, edhe të shkon të që ato 7 tehtat, njëna që i ka përqy mas shumëti, e ti thotë më falë be zemër, unë jam pendu, a je martu, qka je bo, a bon na me vazhdu jetën? Nuk është marë, a i gruja me burin munda, ani 2 herë ka drejt mu bashku. Me kërku mu bashku. Gruja me burin që kanë kunërzim, valla, një djalë që i ka pas 7 qika në përdor, me gjithë një qik të moralshme, të mirë, pak vështirë, a i mundet mu pendu të Zoti, Zoti ja pendon pendim, ja pranon pendimin, edhe m'ju lutë Zotit, o Zot, unë jom pendu, të lutëm bëne që të filon qikën e të mendon për mu. Toni, mirë se erdhe, Toni. Mirë si gjitha, unë kam shenë musliman dikur, dhe si mas fes, do më thanë,
do më thënë fesë juj, se nuk jam ma, varri mund të bëhet edhe mrena 24 orëve. Do më thënë, është e lejume, kurse për të krishterët është deri në një vit, mos mu prek, sot jam i krishterën. Edhe 24 orë bëhet varri brenda 24 orë. Mund ta rregullosh. Varri më i thjesht. Vetëm i qitet 2 shenjat e koka dhe te kama. Kjo është brenda 24 ore. Ama ti me ja bë merr si kuti nuk ka shansa reale për 24 orë. Sa ajo zakonisht në bazë të fesë nuk kanë pa bën monumente. Dikur. Do më thënë, në fene e juj nuk kanë pa bën monumente, vetëm thjesht është bën varri, do më thënë u rregullote, edhe u veshin ato zhanat shenjat e veta, por ky ka qenë varri. Varri i profetit Muhammed është si kuti. Edhe brenda në dhomë është. Edhe në fenë islame na i kemi tyrbet. Tyrbja e profetit Muhammed sot me shku në Medine, brenda në xhami është tyrbja e profetit Muhammed. Njerëzit shejtor, njerëzit e mëdhej si profetët i kanë pas gjithmonë edhe i kanë mirë, kur varroset njeriu nga e lanë me fytyrë. Dëshmorit e popullit i kanë varrezat e përbashkëta ose varrezat me zbukurime pak më të mëdhaja. Ndërka që njerëzit e thjesht e bojnë vetëm thjesht plus ta japin mundësinë njëjtin varr me shti une me hy në varrin e gjyshës teme. Prandaj varrezat e muslimanëve nuk zgjanohen shumë. Çato çka janë veç për të rrihen varrezat. Kështu është me pjesën e varrosjes, pjesën e varrosjes a duhet me e lënë me fytyrë nga ana, nuk duhet vetë drejt. Flasim si mas ligjeve. Nga Meka. Me fytyrë ka kiblja. Ka kiblja. Dikush e lën me fytyrë ka qielli. Po si rregull duhet vetë anësore, nuk duhet vetë drejt. Anësore te koka dhe te kamët, që ajo është më e thjeshta. Po, por ndalohet rrepsisht ndërtimi i strukturave të mëdha, domethënë në varr. Kjo është e sigurt. Nuk janë të gjithë të njëjtit mendim. Unë e kom shku në Turqi, për shembull, çfarë varreza të bukura, të mira, s'ta merr mendja. Krejt, fantastik. Po tash njerëzit i bojnë civilizimi i një populli. Civilizimi që aty tregohet respekt. Me fal, tash se i bojnë njerëzit është punë tjetër, por në bazë të ligjit islamit nuk duhet bëhen, sepse edhe dikur femnat nuk kanë pas drejt me hec makinë. Por sot hecin. Pra i kanë eliminuar kanë hec femrat, që kanë hec me kuajl. Aisha ka hec ka bo gara me profetin Muhammed me kuajl. Makina në kal po, për makinë deri me fal Iqballe. Deri para pak viteve nuk kanë pas drejt me hec me makinë. Sot ajo është çështje muslimanëve, nuk është e islamit ajo. Çështje shqiptarëve e arabëve, nuk është çështje islamit. Shkoti në Iran, 80% shigrave janë me fakultet, me universitete të diplomuara. Po e din ti si kanë qenë në Iran? Në vitin 2008, 185 zbulime i kanë bërë gra, zbulime shkencore. Por kanë qenë njerëz civilizuar ato i kanë pas veshjet në vitet 80. Në vitet 80 i kanë pas veshjet si në Napoli, në Itali, veshjet aman evropiane. Pastaj nulli kjo në Iran. I ke pas modern, veshur me minifuna, me funa sikur. Ajo, shiko, me funda e ka qenë Amerike e vogël, s'ka qenë musliman. Po Iqballe, pranoje pak këtë respekten. Pranoje pak këtë respekten se është njëri i ditur shumë. Po, vetëm se djali Gjakova sa shka. Atëherë në Iran normal ka qenë Amerike e vogël, ka qenë. Se ka qenë pornografia, ka qenë amoralitetin kulminacion,
ka qenë korrupsioni i mbretit, veç e gruaja e mbretit, unë e unë kanë me pa muzeun e asaj, 300 parë këpuca i ka pas, kjo s'ka të bëj me islamin, kinemat kanë qenë matë për lyta, mandej revolucioni islamik e ka pru civilizimin hynor, botëror. Iqballe, Se Mizo. muslimanët s'kan pas, muslimanët Më fal s'kan pas të Iqballe, drejtë. kam respekt shumë për ty edhe bashkangjitem shumë biseda me ty, por nuk është çështje se nëse vjen, domethënë ato e kanë detyruar me ligje shariatike si femnat të mblohen të gjitha. Kjo nuk është e shkruar në asnjë vend si Nuk kur, ka thënë, kur jo, personi unë të kam mblohet. qenë në Iran, ja, zotëri, pakës pak. Nuk ka dhunë në fe. Unë kam qenë 20 vjetë, 20 herë, falë. Edhe ti ke pas 3 lloje të veshjeve. Një lloj ka qenë ajo tradicionale, me krejt zeza, si një çadure. E dyta ka qenë veshja së kur e jemja, me shamia, si në pa flok, dhe e treta kanë qenë veshja etika e veshjes stili iranian, do më thënë modern, që ato gratë i kanë pas obligative, shamijat me i qitë në kokë, a e qitë në gjysë kokës, atë shihen në flokë, ti e ke pas obligative etika e veshjes iraniane është me pas qatë shalë. Oke, në rregull. Pyetja për du me të bëj një pyetje. Ajo nuk ka qenë mbulesa islame. Oke. Dhe etika e veshjes krejt gjatë edhe me qenë deri në gjunje. Në rregull, du me të bëj një pyetje. U shkruhet Sot etika e veshjes është, edhe na kur shkojmë gjykat këtu, e kemi etikën të veshjes normal. Kur shkon në Zvicër, nëse je me kimono, nuk të lejnë me hynë në gjykat. Stili i veshjes iraniane. Ama nuk është obligim, kjo është shamia, është. Mirë po edhe këto s'ta ka bo obligative, e ke qitë mirë. Se ke qitë, ke pas qatë veshjen stilin iranian. Këtu deshta me dalun. është obligative. Tashi, çështja e veshjes e mbulesës ka dalë për çështje të pjesës klimatike, sepse aty janë zonat nxehta dhe vetë meshkujt veshin kajherë këto çarçafte derdhën, si janë si punë, domethënë, si tip fustanash. Por me çështjen e klimës tonë dhe pozicionit gjeografik, ne nuk përshtatemi. Sepse nuk ka të shkruar. Në Rusi përshtaten që qesin shamia. Në Rusi shumë ftohtë, shalla që. Më fal. Tash po ti mund mblohesh me çat dush, po jo me bë këtë tip veshjet, për arsye. Ta shpjegoj, unë kam qenë vet, më fal Zojnë, unë kam qenë vet selefi, i sektit selefi. E kam pas mjekrën deri te gërthinza. Pra, dhe kam heq dorë, sepse më kanë godit disa gjana, domethënë si i kam ashtu dhe nese, punët e mia. Tashi, ne në Shqipëri kemi pas ujë të nxehtë, me dashur me nxehtë drunt. Kemi pas dhe çështën e ujit, pra neve nuk na bën të pastër të lahemi me 1 litër e gjys ujë, kur në të njëjtën kohë nëpër shkretina ato nuk kanë pas ujë, pra kanë pas pak ujë. Dhe nuk është pastrim kur njeriu pastrohet me 1 litër e gjys ujë, ku në të njëjtën kohë ka të ndaluar dhe sapunin. Dhe besimtarët e mirë, kur i kanë durt pjesëpara se të merret pjesa abdesit, do më thënë si bëhet lutja, duhet i lojnë durt ose me dhe, ose pa sapun. Por kjo nuk e bën pastërti. Ne jemi vendi i dytë në Europë si kemi ujë më shumë mbas Norvegjisë. Kemi pas dhe dru për me nxehtë ujin, dhe rrobat e vjetra tonat, si i kanë pas part ton, kanë qenë edhe si ngjyrë të bardhë, sepse mund i kemi la dhe me gëlqere, i kemi la rrobat, pra nuk ka se ne duhet me marr shembull nga vende të tilla. Me fal, të marrim shembull nga vende të tilla ku në 2026 ato nuk njohin akoma pirunin. Pra, ne jemi popull i civilizuar, nuk kemi pas nevojë se edhe vetë sistemi gjeografik, pozicioni gjeografik
na i kallon tonat mirat me lumej, me dru, me male, si për çështjet pastërtisë dhe për çështjet fanatizmit. Okej, zotri, unë kam këtu 83, këtu 100 e kusur. Ju lutëm, a i tregut ma shkurt sepse nuk kam qef miqtë e mi me indi këto dezinformata. Veç pak, njëherë, duhet me ditë që Kurani nuk ka zbrit për arabët. Duhet me ditë, nëse ti ke qenë me një grup selefi që e kanë manifestu në thojza islamin, s'do me thënë që ata janë muslimanët e përpikt të Kuranit. Pra, mos u bazoni të muslimanët, apo të një grupi njerëzve që u pas kanë la me një liter e gjys uj. Mund është mu la për raste kur nuk ke uj dhe duhet me kursy. Por nuk është e vërtet se edhe në Arabi ka lumenje, ka gjelbrime, ka të gjitha. Ka bunar, veç Imam Aliu sa ka qil. E ka pas kopshtin e Fedekut Hazreti Fatimja, me mija urma, unë jam kanë edhe në Arabi, jam kanë edhe në Iran, edhe në Irak, kom pa gjelbrime. Zdi ju ka e keni fut këta që veç kretin pas ka pas, veç fukarallëk ka pas. Kur kanë pas ata civilizim, na kërkun s'kemi qenë. Ndash, kur kanë pas zhvillim shkencor, si në Persi, si në Arabi, e tjere me qindra shkencëtar kanë dalë nga tje, na jemi hecë ala pa kaldër në përbal. Prandaj po i them, mos e përzini kulturën religjioze dhe kulturën e ati vendi. Kultura e arabëve mua nuk më intereson. Kultura e arabëve atje të rrinë. Kultura e iranianëve atje të rrinë. Unë e kam kulturën teme dardane shqiptare që mu kultura ime nuk ma jep të drejten që unë me marë hisën prej e babës, sepse baba ja jep këtë vllaznive, personalisht nuk është kjo për mu, po qësh ekziston, që se kultura e lig Dugagjinit nuk e ka respektu femrën, nuk mund të ta frastoj as kishën as xhamin. Prandaj, Mirë, Iqballe. është e kuti me fol, sa për Iran unë e tregova, nuk ka dhun në fe. Nuk Si ka nuk ka dhun dhun? në fe. Po njerëzit Po që jo. i kanë varë sot, vetëm sot kanë varë 4 vetë, 4 sportista. Po Qa a ishin kemi vrana në emër popullit, bam, bam, bam. A kemi vrana në emër Po lënë komunizmin. A vritet të robi në emër të komunizmi Zotit? shqiptari. Shqiptari ka vra Po në emër gjithë vras. popullit në luft. Po, Në luft gjithë ka vras. vra. Po. Bam, edhe kjo është luftë zotni. Mirë, Me Iqballe. shpionade, veç pak, me shpionazhën e Musadit, Osadit, që janë ata, ti normal që ti e merr në qaf një tradhtar i popullit, e merr në qaf një katund, normal që kanë me vjerë, e kanë me abo në emër të popullit lull ballit. Lufta Iqballe. është zotri. Iqballe, kom e dhoni. Iqballe. Vazhdo banja ti. Zotria është tash natë po kërkon? Përse erdhe i ndërruar? Mirë se u gjeta. Lufta kur është tradhtia nuk falet. Vazhdo. E Tradhtia dëgjova, shkon veç në lull ballit, të vjerin. e dëgjova këtë tonin, du mi o bashkangjit me Nisan. Është e vërtet si në Iran i kanë mytë zdi so femna, mdo këtë 4-5.000 femna, vetë se si kanë vesh robat e islamit. Nuk është e vërtet, gjenjeshtër është çfarti. Ato janë qunë protesta, në 340 xhamia i kanë ndjek. Xhamiat i kanë ndjek. Hoxhallarve, shallat e hoxhallarve ja kanë lidh qenve. Gratë me shamia, para 48 vjetëve janë mshel në për shtëpia. Si u ka leju me shku në për shkolla. Çfarë demokracia është kjo? Normal që njerëzit ngriten, sepse kanë qenë shumicë muslimane, edhe prej një mbreti janë sundu. Shka po mendoni ju? Me mshel mu të shtëpia, mos me mlanë mu shkollu, me marrë me ma qitë shallin e hoxhës, me ma lidhë për qeni, mu qu 400 hoxhallar në protest pse po lypim demokraci, pse po lypim lirinë e besimit,
400 xhallar për një ditë në protest, Rafalli kam shu, ai Po, mbreti, a janë, o Riza Iqbale, Paklaviu, e me mi qilë ti në çdo lagje dyqanët e lavireve, normal që muslimani nuk e duron këta. Nuk është civilizim mini fundi. Iqbale, fundi a nuk mund të është flas pak, na civilizim, respekto pak zotëri. se jemi Po, mysafirë. ama, jo i tregova përgjigjen, nuk është Okej. e vërtet, mos Një jeni gjë, dezinformat. Iqbale, çdo person ka drejtën e vet jetoje si doje vet, por Edhe ligjin duhet me dëgju. por ligji, Ligjin që se dëgjon, dënon. më fal zonjë, më fal një sekond. Atëherë, Reprik, dënon Në ligjin Irak- që se dëgjon. Vazhdo. në Irak, që në momentin si hyni ligji sheriatik, kanë legalizu, do më thanë femna, ishte mallore në moshën 14 vjeçare përpara. Çka kanë bën këto? E kanë ulë në moshën 9 vjeçare. Por ky është legalizim, është krim, sepse kanë njek Nuk e hadithet. di për këta, vetëm unë ty tregoj që në Irak, shikoni sa femra janë të shkolluara me fakultete, me sende. Rjetet po tregojnë tash. Unë e di. Mandej, shiko, ka në përmale që rriten, dhe është femra si 15 vjeçare, 9, 10, 12 vjeçare. Dhe të muslimant, kur ajo vajza nuk e ka kontrollin, don me bë kurvni, edhe e myt, sheriati e myt, e rraf, ose e rraf me 100 thupra, qofse është e pamartume e shtin martes, qofse kanë ato vajzat që janë të rritme, të zhvillume në përmale, E mysin edhe me burë, e di. Jo, nuk kanë për jetën, atër baba e vetë thot, hej, su penali këtë qik, atër ja lejon me u martu edhe 10 vjeçare, po kjo nuk është ligj që krejt, atje shkollohen, mëre, unë jam kanë... Po mirë o Iqbale, po është krim. O zojnë. Shko hy në internet www.Zehra Po e di. University në Irak, në Çerbela, po na kërkund bre, zero jemi bre. Në Kosovë Iqbale. jemi zero bre, çfarë fakultete ka atje. O Iqbale, Ama ty unë du me nuk të thonë. detyron më është martu krim. në moshën 10 Me fal, vjeçare. me fal. Nuk të detyron, po qofse është ajo tepër e zhvillume edhe nuk po mundet me majt veten, atë ndoshta Po si me shenë zhvillume 9 vjeçare, më Iqbale? Nuk më pëlqen, në Iran nuk është. Në Po Iran nuk është. si mund t'jetë e zhvillume? O Mund është me zotëri, pranu novën përke po të kërkon shpesh. O zotni, Zonja Iqbale. nuk të detyron ty, ama ka nej femër, ku ta di une, ka nej femër po gabon, po shkon me mashkuj, pse me myt ato, pse me dënu, kështu ja gjen një djalë që aty 15 vjeçar, edhe ai qashtu është, e merr, e marton, ku ta di. Ama kjo nuk është prej Kuranit, se ti për me martu, ndoshta është adeti i Irakut, arabëve, atje. Po ti për me martu, vajzën du të me pyet, apo do të mu martu, e ku mundesh me pyet një vajzë që është e pavetdijshme, s'di ku shkoj, unë si kom prej, dolën. Kështu që mos u kapni për këto gjëra. O më i më të pyet diçka tjetër, mos i dolën ata se shikeren qajtone. Që shohek Nova Shadov nuk i bre emër, të këtu të TikToku i vjetër, kaloni bre të i riu se së mundit të dyjat një marë. Të TikToku i vjetër e kemi Bajramin, Bosi, Fredi, Troja s'ka kur gjo, veç Bajrami ka emër të ma. As këtu, pa emra vëllas, po mundim i marë. Unë e zotër, e zoj hajndra. Po, deshta më të pyet, e kam djarë në so kam qenë Kosovë, s'kam lënë vend pa e qune për doktora, në për gjëllo, e këtu s'ka pos për mirësim. Edhe një sharim. Tash këtu peshet që ka për mirësim, po si ja ka nis me folje. Qka e të është? Qka ka nis? I autizmit. Autizëm. Aha, autizëm. Zoj, kjo është një sprove madhe, zoti ju ndihmoft.
Zoti inshallah shnetin ta çon njerë ty, edhe djalit, bare shnetin me pas, se ka plot lloje të autizmit, por nuk duhet me më marrë shumë katastrofë. Ju nuk jeni fajtor pse e keni lindat fëmin ashtu. Fajtor janë qëto vakcinat, a e keni dhënë këtë vakcinat? Krejti ka. Valla, nuk u desht, ai personi në Amerikë që ka zbulu vakcinën, ai kur ka bo me vdik, ka thënë unë fëmijëve të misja kum dhanë. Janë qëto sendet, janë ato problemet e shëndetësisë që vetë njëkësia i ka shpi këto sendet, se kur s'kemi pas na qëto smuje, kështu që Zoti veç të ndihmoft, edhe të ata ka diçka një sekret, inshallah e zbulon talentin për çka është, se edhe ata janë shumë të mirë si fëmijë. Po inshallah s'është Po, atë. për shkak që është shumë i zgjutë, o të ishta më të pyet, a mona, për shembull, se unë besoj shumë në xhallar. A mona për shembull, me telefon në rrugë, që kum bo, so kam qenë në Kosovë, Aleikum selam. edhe pse Shiko, rukje do me thonë frym, me fry. Për para i kanë qu nonat e tona fëmijët i thëshin shko qoje të filon plaka se e ka frymën ma të mirë. Që do me thonë ajo konë ma e mirë ajo gruja, ma zemër mirë, edhe kur i fry ke fëmijëve, ja ktheke pak ato në veti i bike fëmijët, janë konë ma me siklet, ma të shqetësume tjera tjera. Do me thonë, mësyshi është hak, edhe rukja është bo vetëm për mësysh. Ndërka që mas luftës, i kanë shpi këto rukjet edhe veç po bëjnë biznes. Sepse vetë profeti ka bo rukje, por nuk ka bo për smujet e ku ta di sen, sepse për sehire që hiq se hiq, ato ekzistojnë në Kur'an vetëm në një vend të surja Bekare 102, pa ajo ka qenë kohën e Sulejmanit, kur ka vdek Sulejmani, ja kanë shti krejt ato letrat e sehire, do me thonë mjeshtria, kanë shti nër trupin e vdekur të Sulejmanit a.s. Do me thonë, u kanë kry punët e sehireve, vetëm është energjia keqe, mendimi negativ, kontakti me shejtanin, idetesh e djallosura, mendjen e djallosura dhe e kap njeriun, pa pastërtia e trupit, thojt, tareti, gusuli, edhe e kap. Mirë, po rukjet nuk janë të parapame. Ka raste kur u ka çmen njeriu kur e ka lexu Kur'anin, pse nuk e ka njoft atë gjuhë, kur s'ka një Kur'an edhe kur ka një ajo hoxha me rukje me bërtit, ai ma shumë u ka tranu, e çka kanë thonë, e kanë kap gjinët. Jo me zemë rukje, që ta dhe po pret davleti, haku, po pret, pra, kur profetit Muhammed ja kanë lidh 11 nyje, ja do gratë këqia, edhe i kanë fry atymve. Zoti i thot, ja Muhammed, shiko thot që aty ja do gratë këqia, ti kanë lidh një 11 nyje, dhe unë ty po t'i jap 11 ajete. Sure Felik, mos gaboj se një sure. Po, Felik edhe Nas, faleminderit ta. Pra, 11 ajete po t'i jap ty, o Muhammed, që ti largon atë vezvesën, e ledhiju vesvisu fisu dërinas, o më zot më ruaj prej vezvesjes. Magjia është vezvese me dëba, që tu bjermi ti 100 magjia një qarë se i rbasa, mus mundet me më kapë, se si besoj edhe së mbohet vezvese. Edhe qka ka po pejgamberi, prej këti rasti, sa herë ka pa Hasan Hyseinin si fëmi, ja ka lexu. Vetit Felikin edhe Nasin, kur e ullu Rabil Felik. I ka qitë durt, ja ka lexu vetit. Kur i ndihesh me siklet, e lexon. Bismillahirrahmanirrahim, kur e ullu Rabil Felik, ka qishte. Mirë se erdhe Haku. Mirë se gjejtë zënja Iqbalë. Selam aleikum, si jesi Selam po kalla? warahmatullahi wabarakatuh, është knatësi të ndjohet live i zonjës Iqbalë. Zonja Iqbalë, pak nuk e di, po unë e po shpuplik zonja Iqbalë, por vetëm detalet më japsh të Imam Khameneit Allah më shëroft,
ku ka thonë atë çështja tekstin që kishte thonë për Aishën dhe për shokët e Muhamedit, profet Muhamedit. Po. Ka ditë Nuk lejohet ta po, jo, gjithmonë e kanë të marrësh thënë. librin, thonjën e fetvas, jo se dini dëshmi. Se di nuk ka referencë aty zonja Iqbale. Me konë të ma qoqasin privat, jo se nuk përishponën e këtë. Për shka nuk ka referencë? Jo, referencë. Ato që ka thonë është video. Video, ta dërgoj unë linkun, veç bosnjakisht. Po. A din? Po. Video të fol, ka thonë, edhe Ayatullah Sistani, edhe Ayatullah Indjeri Ali Khamenei. Ata kanë thonë, ata nuk lejohet që figurat që i dojnë të sunive, as gratë e profetve, me i sha, me i përfol, me i shpif. Nuk lejohet, ai nuk është as musliman. Këto e ka thënë me gojë, këta që kanë shkrujt veç Jo, në zonja Iqbale, se ati ku e shkrim, ku e kishe shkrujt ati, ka lëthon fetfa, kurse në Iran, nuk lejohet dhe është liqe, ka bo si liqe. Si dënim kush ofendon gnonën e besimtarve, zonjën, jo se gronë e profetit Muhammed. Sallallahu alaihi wasallam. Se po shkrimin ton të ati, ati që kishe po... Po, unë e veç i kum përkthy prej anglishtës edhe i kum qit, as ato, as figurat e vllaznive suni, se ata janë njëjtë, suni, shia janë musliman, ka dallim. Po ta pak ndeshje, për do qire thë jo nuk e ka thonë këtë, asesi nuk e ka thonë, por... Jo, ka thonë 100%, në ligjerate. 100%. Ma qo link të zonja Iqbale dhe unë dhe për të Linkun ta qoj në edhe Ayatullah Sistanit, është të bosnjakisht, shkrum në 044 509 200, në numrin tem zyrtar, aty ta qoj linkun se këtu në TikTok s'mundi. Okej, zonja Iqbale, numër privat. Skota. Zotit rojt, vazhdo zonja Iqbale me këtë emision shumë mirë, përfitojmë zbashku. Hajde, selam Ali. Wa aleikum selam, wa rahmetullahi wa barakatuh. Fredi Prendi, hajde masi po duke. Përshëndet ma Luani. Faleminderit shumë. Respekt zonja Iqbale. Kalo mirë, natën e mirë. Përshëndetje zonja Iqbale. Përshëndetje Fredi, si janë mirë. Te TikTok i vjen. Unë kisha vetëm një pyetje. Patjetër, aleikum selam. Unë jetoj në Angli, edhe këtu bëhen zakonisht, ka një vend që mbledhen për fetë. Pra muslimant, katolikët, hindut, ortodoks, edhe shumë vende tjera është një park. Shumë. Thjesht që... Regent's Park. Kam qenë unë atë. Edhe... Ashtë të vërtet, në Kilburn, po, aty ofër... Kilburn, Kill and Burn. Unë kam jetu në Wilson Green kam jetu, Londër. Vazhdojmë. Bra. Edhe, më ka për përshtypje një pyetje. Bën një pyetje njëni, edhe tha, një katolik, për i vërsullet një muslimonit edhe për i thot. Edhe i thot... Po, Muhameti është martu, thot, me Aishën 9 vjeqare. Edhe kë, për i thot, po dakord, për s'kam të bënë gjanë, thot, që ka bënë, thot, Meremja, thot, me Jozefin. Thot, se dhe Jozefi, thot, është martu me Meremën, thot, 9 vjeqare. Qërë komenti keti për këta? Hazreti Meremja ka qenë e virgjër. Nuk është martu, si mas ligjeve islame. Hazreti Meremja është kun feje kun, bëhu dhe bëhet. Pra një mrekulli e Zotit. Hana, nona e Merjemës, kur e ka lind Merjemën, ka thonë, o Zot, unë e prita me maqu një djalë, edhe me ta dhënë ty peshqeshë, dhurat në tempull, ku kanë qenë ata priftërinjet, apo në sinagogë, ku ka qenë ai tempull i adhurimit. Zoti i thotë, hanës, oj hanë, na jemi të përgadit barkun e Merjemës.
për një mrekulli që e lindi Jezusin i cili si fëmijë ka fol, si foshnjë ka fol me njerëzit. Kjo ka qenë një prej mrekullitë e Jezusit. Kështu që kjo që pas ka feju në moshën 9 vjeçare bjerë në huj. S'është e vërtet. E dyta, sipas statistikave dhe llogaritjeve të historiografisë, Aisha ka qenë 18 vjeçare kur është feju dhe 20 vjeçare kur është martu në emigrim në Medinë. Këto e vërtetojnë shumica e dietarëve. Por, në qëto libra, e Kuranit gjithashtu, sepse në Kuran thot, duhet me marrë pëlqimin e vajzës për martesë. E si mundesh me marrë pëlqimin për një fëmijë të vogël? Si mundet me qenë logjikshme që qëtë librën e Synive shkruan, ti s'po e sheh këtu, ndoshta se jemi shumë keq me këtë TikTok-un e vjetër, 130 jemi, ju lutem kaloni te TikTok-u i ri, si mundet me qenë një njeri 50 vjeçar, e ka kap thot Aishën 9 vjeçare, 8 vjeçare, e ka kap për dore, e ka largu prej kukullave edhe pas ka shtin dyshek. Që çfarë çmendurie. Na muslimanët e vërtet nuk e besojmë, sepse edhe qëti librit nuk i besojmë. Qëti po, Kuranit i besojmë. A këtu keni Israilate. Israilate do me thënë rrëfimet e jahudive, që i kanë marrë mandet, që ky libri 200 vjet mas profetit është shkruajtur. Sahihul Buhari, se s'po shihet mirë. Pra, Sahihul Buhari, 200 vjet mas që shme hek që të prapavijen dashta, mas profetit. Veç pak po të nxjerri prap të fus, se po du me hek prapavijen, se s'po shihet mirë libri. Pra, që ky libri, Sahihul Buhari, 200 vjet mas profetit janë shkruajt. Ndërkaq, Imam Alia, familja e profetit, i ka ruajt hadithet e profetit si shpirti vetë, thesare kanë pas. Dhe aty janë historitë e vërteta. Ndërkaq këtu gjysa ma shumë janë, gjysa më thënë ma shumë, po përmi gjysën janë gënjeshtra, hadithet e rrejshme. Ku i kuptojmë na musliman? Numër 1, se i kanë fut, e dim që i kanë fut jahudit, i thënë Israilate, rrëfime Israilate, që janë fut, ka thënë pejgamberi. E që ka thënë pejgamberi? Pejgamberi ka thënë, shikoni, hala tu kanë pejgamberi gjallë, kanë fillu mi shtremlu fjalët e profetit. Thot, shikoni, keni me qitë flak prej goje ju që i përgënjeshtroni fjalët e mia. Nëse një hadith nuk përputhet me Kuranin, gjujeni atë hadith. Shafiu e thot, një dietar tjetër, gjujeni. A pejgamberi thot, une nuk e kum thanë. Qëri, Kurani kërkun nuk shkruan që gruaja është e krijuar prej brinjes. A hadithi thot kështu. Ka thonë pejgamberi, Muhamedi, gruaja është e krijuar prej brinjes së shtrembër, të lakuar, të Ademit, dhe nëse dëshiron që të brinja, me drejtu, ajo ka mu thy. Që do me thonë, lënë e gruën se është krijesa e botës dytë, vetëm me ul gruën. Profetit Muhammed, jo muslimanët, dushmanët, atëherë dhe sot, nuk e kanë pas mundësin mja gjetë një behane. Një behane nuk e kanë pas mundësin. Edhe që kanë po? Hajde se përmes grave.
e përlym autoritetin e profetit Muhammed. Jo, more, jo, se Kurani i gjallë ka qenë profeti Muhammed. Kurani i gjallë ka qenë profeti Muhammed. Dhe kur gjas ka punu, jashtë Kuranit. Por, për fat keq, disa grupe që nuk janë të krishterë të devotshëm, sa ta priftat rrinë në xhami, jo në TikTok, në kish, jo në TikTok, po disa grupe, edhe ata janë ja do priftat që dalin në TikTok, po fjala i zen vend, po janë ja do grupe që dojnë veç me përqa, edhe në vend se, me marë, me studiu fen e vetë, ata e marrin e studiojnë ajetet kuranore copa, faleminderit regje. Copa i studiojnë ajetet kuranore, edhe këqyren me qata me të sulmu. O zotri, këqyre bre, feja jeme, është e jemje. E jotja është e jotja. Unë ty nuk të shaj që ti e beson që Jezusi pas ka qenë biri i Zotit. Unë mundi me ta thënë, për mendimin tem është besimi i gabuar. Por ka dhe të krishterë që nuk e besojnë, por nuk e thonë. Prandaj, s'kemi nevoj na mu marrë me historinë e Ajshës, se pejgamberi ka qenë i paprekur. Shumë fjalë të pathonme, ja kanë thonë Ajshja pas ka thonë. Shumë gjona të pabome, ja kanë qitë Ajshës. Vetëm me përly ftyrën e profetit. E pas kanë bon një burr plak 50 e kusur vjeqar, e pas ka fut në dyshek një vajzë 9 vjeqare. S'ka logjik, o njerës, nuk ka logjik. Mundet ndoshta a tradita arabe, mos pas ka qenë si kur të na shqiptarët, as si kanë pyet qikat, i kanë feju prej djepit, e mande i kanë shtin me zorë në martes. Mundet ajo me qenë, po të kjo të profeti jo, sepse historiografia, sepse sëni shia janë një trung janë. Po, janë mande i dalin deg, islami është një, po mande i dalin deg, del orientimi sunit edhe orientimi shia. Orientimi sunit edhe shia akademikët shumë mirë pajtohen. Në Kairo, fakultetin më të madh të shkencave islame, që janë suni 100%, e ka kriju Eba Zehra, që ka qenë shia. Sepse nuk ka dallim, Zoti është një, profeti Muhammed është profeti i fundit dhe cit. Por, këto sektet e vogla dhe sektet jo islame të veshura me petkun e islamit, të veshura me petkun e krishterizmit, ata këqyrin qëshmi përqa muslimant edhe krishter. Nuk ja vlen më marrë me këto pyetje, Ajshja Luk ka qenë 9 vjeqare. Plus, pejgamberi ka pas gra që si ka prek me dorë, më rezut. Ka pas gra që i ka thënë, ja Resul Allah, të lutëm veç një qahin qitma, në qahin. Kur orzimin qitma, edhe vetëm me nejt afërteje, me të shërby, me të adhën një got uj, me të dëgju fjallën tënde. Sepse një burë së mundet me nejt, me një 4 mure vetë me një grue t'uj. E ky plus që ka qenë profet. Djeli Gashi, shko pyte nënën tënde, se ju që jeni të fliqaft vetë, mendoni se vetëm për epshe mendoni, vetëm mendoni për i belit të poshtë, se koka nuk ju punon. Prandaj, mos mendoni se ato gënjeshtat, kime shku në xhennet, kanë me të prit 72 gra. Jo mare zotëri, se s'ka ato që ka po mendojnë, që ka i keni shpik. Xheneti nuk është vetëm për epshe, për qefe, për dashuri, për marrëdhënie intime. As që ato s'kemi pas, se këto jenë sende shumë të vogla këtu. Atjes kur gjo se ki të ndalume, kur gjo s'ki halal haram,
Kretë është botë tjetër, nuk i me shku me këtë mish, o zotni, me qëtë sy, me qëtë përbërje. Kretë tjetër është ajo. Hava edhe Ademi as tesh as kanë pas. Faleminderit. As roba s'kan pas. Po qysh? Pa roba pas kanë po pra, po kur e hangrën atë pemën e ndaluar, metabolizmi filloj mi punu, u duke me dalë në WC. E Zoti tha valla këtu s'ka WC. Hupni prej këtuj. Hupni tha prej këtuj Zoti. Udkhul. Hupni, largohuni prej këtuj. Kur i largoj Zoti, ata mande me qato vendat të turpshme, fillon me që dashnije, mu kriju fëmija, e sende, u duhet me la, me pastrue, e sende, mundojo ta njetën. Dërka shë në gjenet e kishën kollaj, thot, i keni pemët për mbi kokat e juja, të ngjajshme me këto dënjos, po ma të shishme. E merë bananën, e hanë, e qetë në tokë, e përbi në toka. Këtu në këtë dënja, hanë ushime 1 litër qumësht, uj 2 litra, ushim, buk, mish, pasur, po ti nuk del 1 kilogram jashtë në WC, falë një shpreje. Po del një 100 gram a 200 gram. Anë gjenet që ka të hajsh, këtë bëhet energji, se s'ka WC. Një shembull. Ju që ata që mendojnë vetëm që këtu zotria e tha një asi, veç që mendojnë profeti tha qësh i ka majt ato gratë. Ju veç mendoni për epshe, edhe kur t'i thojnë 2 gra, 3, 4, ma mirë për juve është 1. Po, pa tjetër, nani boj, s'pe pranoj se unë e pashë, po bëjnë a i kare, po ata i kanë jetën e përdishme që ashut fliqaft me femra, jo martumet, po më pranojnë, jo pa banës. Kish kam i bo, unë i kuptoj e zotni, po unë e kam kulturën teme, tash së mundim i thonë, hajt, hupni. Ama, e veç i thonë natën e mirë, edhe shto. Shu që gjeneti nuk është sikur kjo, që mendojmë, vetëm për belit e të poshtë. Edhe 2-3 grami pas, po shka, ka regula mërë zotni. Jo, këtu mi pas 2 grade me njerë, do të mi shni këtë me një dhomë, me një shpi. Jo, mëre zotni, se mundet me pas buri edhe 2 të ngrua ti, s'ki nevoj hiq me ditë për ta, as emrin që shë ka. Veç e din që e ka edhe një grua edhe 10 cit, nuk e ka lavire. Zonja Iqbala, unë kam u kënaqë me femra e në alhamdulillah. Ta këshyrim, se ti po mendon se që të knatësit e fliqtat kësaj dynja si kina dynja. No, largje prej asaj. Faleminderit, nani. Largje, ka arë një djali ri. E thot të Gjafendi, kum nibre që ati në gjenet ka shumë gra, kisha pas qef, ja 7-8 gra. Rrëdh vetës edhe me më këcyje, se. Mëre i mirë, tha ti, që shpe mendoj ke gjenetin. Këtu jenë sendet ma timte, atje s'është vendi, thotë, s'është vendi që ti veç qefet e tua shtazarake me indi. Ka sende shumë më të mira se sa që ta që për e di. Dëshira jem është që shme pa profetin Muhammed, që shme qenë qatë gjenetin e profetit. E që pak është që tu se 2 interneta e kam. Wow, bo ora, së është e vërshme. Shumë pas ka bo. Okej, të nderuar mi se pas ka kalu shumë kohë. E ju uroj natë mirë, e shansa e mirë, unë tash me falë namaz natë, bare.
Faleminderit që ishin ja do persona që dëshiron me fol, po nuk mundëm se pas ka bot gati ora 3, duhet nesër e kam një takim në ora 12, 11, e duhet bërë 10 muqu se s'më del gjomi ma ere.